Kjo është Polar Star, e vetmja akullthyese e rëndë që operohet nga Shtetet e Bashkuara dhe që është e aftë të arrijë në Antarktidë. Pas anijes, shtrihet një kanal i gjatë i hapur nëpër akullin e trashë të detit. Ajo që duket si një rrugë e thjeshtë, është në fakt vetëm fillimi i një korridori që zgjatet për më shumë se 112 kilometra nëpër oqeanin e ngrirë. Afër pret një cistern që transporton miliona litra naftë dizel. Nëse Polar Star nuk arrin të hapë një rrugë të sigurt dhe ta shoqërojë këtë cistern deri në stacionin McMurdo, më shumë se 1000 njerëz që jetojnë atje mund të detyrohen të kufizojnë ngrohjen në një nga klimat më të ashpra në tokë. Cisterna ndodhet aktualisht në skajin e raftit të akullit të detit Ross, me motorët në punë të lehtë. Ekuipazhi i saj vëzhgon, ndërsa akullthyesja shtyn përpara përmes akullit. Çdo orë ka rëndësi, sepse dritarja e motit që lejon anijet të lëvizin në këtë rajon është shumë e shkurtër. Një detaj bie menjëherë në sy kur vëzhgon pjesën e përparme të anijes. Ndryshe nga anijet e zakonshme që përdorin një hund të mprehtë për të prerë ujin, Polar Star ka një hund të gjerë dhe të pirët, të formuar si një rampë e ngritur rreth 30 gradë. Ky dizajn i lejon anijes të ngjitet mbi akull në vend që ta presë atë. Ndërsa anija shtyn përpara, pjesa e përparme ngjitet mbi sipërfaqen e ngrirë, njësoj si një automjet që ngjitet mbi një rampë. Lëvizja përpara zhndërrohet në forcë lartë. Pasi trupi i anijes ngjitet mbi akull, graviteti ndihmon në shtypjen dhe thyerjen e tij. Sistemi i shtytjes së anijes prodhon rreth 75.000 kuaj fuqi, duke gjeneruar afërsisht 400 ton forcë shtytëse. Kur kjo forcë përplaset me hundën e pirët, një pjesë e madhe e saj e shtyn anijen lart mbi akull. Rreth 200 ton presion shtypin sipërfaqen e ngrirë, ndërkohë që akulli përpiqet të mbajë peshën prej 13.000 tonësh të anijes. Akulli shumë vjeçar i detit është jashtëzakonisht i fortë dhe i dendur. Në vend që të përkulet, ai zakonisht çahet nën presion. Kur presioni kalon rreth 300 psi, çarje të mëdha përhapen në përstresën e ngrirë. Kjo forcë është shumë herë më e madhe se presioni brenda një gome makine. Megjithatë, edhe vetë Polar Star duhet t'i përballojë këto forca sa herë që hunda e saj përplaset mbi akull. I ftohti ekstrem sjell një tjetër sfidë. Në temperatura rreth -29 gradë Celsius, çeliku i zakonshëm fillon të humbas fleksibilitetin. Normalisht, metalet përballojnë stresin, sepse atomet e tyre vibrojnë vazhdimisht, duke lejuar materialit të përkulet pak. Kur temperatura bie, këto vibrime ngadalësohen. Përfundimisht, metali bëhet i brisht dhe mund të çahet në vend që të përkulet. Për ta shmangur këtë problem, trupi i Polar Star është ndërtuar me çelik mikroaliazh. Në vend të një përzierje të thjesht hekuri dhe karboni, materiali përmban sasi të vogla nikeli, kromi dhe mangani. Këta element përbëjnë më pak se 5% të materialit, por ndryshojnë ndjeshëm sjelljen e tij. Atomet e tyre vendosen mes atomeve të hekurit në strukturën kristalore të çelikut. Kur stresi godet trupin e anijes, energjia shpërndahet në shumë ndërprerje mikroskopike, në vend që të krijojë një çarje të vetme. Kjo bën që çdo çarje të përhapet në mënyrë zigzake nëpër material. Rezultati është një trup anije rreth 5 cm i trash, i aftë të përballojë mira goditje gjatë një misioni të vetëm. Thyrja e akullit në Antarktidë është një proces i ngadalt. Çdo përplasje e shtyn akullin përpara vetëm disa metra. Copat e akullit të thyer grumbullohen pas anijes, duke formuar një përzierje të trazuar, të quajtur brash ice. Pasi kanali hapet, cisterna mund të kalojë më lehtë përmes kësaj përzierje. Megjithatë, koha mbetet kritike. Në temperatura rreth -30 gradë Celsius, uji ekspozuar ngrin shumë shpejt. Akulli i ri mund të fillojë të formohet brenda disa orësh, duke kthyer kanalin e hapur në një pengesë të re. Cisterna do të ndjek akullthyesen disa orë më vonë. Ajo duhet të qëndrojë mjaft afër për të kaluar përpara se kanali të ngrijë përsëri.
por edhe mjaft larg për të shmangur rrezikun, ndërsa Polar Star vazhdon të thyej akullin. Nën sipërfaqe, makineri të fuqishme punojnë në stres të madh, ndërsa shtyjnë kundër masave të lëvizshme të akullit. Brenda anijes, kushtet janë shumë ndryshe nga jashtë. Ndërsa temperatura jashtë mund të jetë rreth -30 gradë Celsius, dhoma e motorëve mund të arrijë rreth 40 gradë Celsius. Ky ndryshim prej afro 70 gradësh ekziston vetëm përmes disa centimetrave çeliku. Nxehtësia prodhohet nga centrali dizel elektrik i anijes, ku motor gjigant në madhësinë e autobusëve rrotullojnë generator që mund të furnizojnë me energji një qytet të vogël. Ndryshe nga shumica anijeve, këta motor nuk janë të lidhur drejt për drejt me helikat. Anijet tradicionale përdorin kuti ingranazhesh mekanike për të transferuar fuqinë nga motori te boshti i helikës. Ky sistem funksionon mirë në ujë të kripur, ku rezistenca është relativisht e qëndrueshme. Akulli megjithatë krijon ngarkesa të paparashikueshme. Një helik mund të rrotullohet lirshëm përmes llashit në një moment dhe në tjetrin të godasë një blok akullit të fortë. Në atë çast, helika mund të ndalet menjëherë, ndërsa motori vazhdon të përpiqet të rrotullohet me shpejtësi të lartë. Energjia që lëviz nëpër sistem duhet të shkojë diku. Në një sistem mekanik, ajo kthehet mbrapsht nëpër ingranazhe, duke thyer dhëmbët e tyre, ose madje duke këputur boshtin e helikës. Polar Star e shman këtë rrezik duke përdorur shtytje elektrike. Motorët dizel rrotullojnë generator në vend të helikave. Energjia elektrike dërgohet përmes kabllove të trasha drejt motorëve elektrik të montuar direkt në boshtet e helikave. Meqense lidhja është elektrike, fuqia mund të rregullohet brenda milisekondave. Gjatë thyrjes së akullit, shpejtësia e helikës ndryshon vazhdimisht. Një moment, boshti mund të rrotullohet me rreth 150 rrotullime në minutë. Dhe disa sekonda më vonë, të godasë një blok të fortë akulli duke rënë në 60 rpm. Kur akulli thyet, shpejtësia rritet përsëri. Këto ndryshime të menjëhershme do të shkatronin një sistem mekanik, por motorët elektrik i përballojnë pa problem. Një tjetër sistem ndihmon anijen të lirohet kur ngec në akull. Ndonjëherë, hunda anijes ngjitet mbi akull shumë të trash që nuk thyet, duke lënë anijen të bllokuar, ndërsa helikat rrotullohen pa efekt. Për ta çliruar veten, anija përdor një teknikë të quajtur healing. Brenda trupit të anijes ndodhen rezervuar të mëdhenj që shtrihen përgjatë 2 anëve të saj. Pompa shumë të fuqishme mund të zhvendosin rreth 380.000 litra ujë deti nga njëra në tjetrën për më pak se 1 minutë. Ndërsa uji lëviz, anija fillon të anohet nga njëra anë në tjetrën, ndonjëherë duke arritur deri në 10 gradë Celsius. Kjo lëvizje thyen kapin e fortë mes trupit të anijes dhe akullit përreth. Sapo kjo lidhje çahet, uji arrin përsëri te helikat dhe anija rifillon të lëviz përpara. Megjithse sistemet e anijes kanë funksionuar me besueshmëri për dekada, ato përballen vazhdimisht me stres të madh gjatë këtyre misioneve. Në këtë moment, një dritë paralajmëruese për vulën e boshtit të helikës është ndezur në panelin kryesor të kontrollit. Ajo kujton inxhinierët se makineritë duhet të përballojnë kushte ekstreme deri në fund të udhëtimit. Jeta në bord të Polar Star është aq sfiduese sa edhe puna anijes në akull. Anija zakonisht transporton rreth 155 antar ekuipazhi dhe deri në 35 shkencëtar. Gati 190 njerëz jetojnë dhe punojnë në bord për muaj të tërë. Sigurimi i nevojave bazë për kaq shumë njerëz bëhet një operacion kompleks. Kuzhina e anijes përgatit rreth 600 vakte çdo ditë në një hapësirë jo shumë të madhe se një apartament i vogël. Edhe uji i pijshëm duhet të prodhohet në bord, sepse nuk ekziston asnjë port brenda mijëra kilometrave. Çdo javë, anija prodhon rreth 150.000 litra ujë të freskët, duke përdorur sisteme osmoze të kundërt. Këto sisteme shtyjnë ujin e detit përmes membranave nën presion rreth 800 psi.
Ky presion lejon që molekulat e ujit të kalojnë përmes membranës, ndërsa kripa mbetet pas. Prodhimi i ujit kërkon shumë energji elektrike, që do thotë djegje e naftës dizel për të furnizuar generatorët. Çdo sistem në anije varet nga një tjetër. Energjia elektrike prodhon ujin. Uji përdoret për gatim dhe higjen, ndërsa ngrohja mban ekuipazhin të gjallë në të ftohtin ekstrem. Hapësira e jetesës në anije është e kufizuar. Shtretërit janë të vendosur në 3 nivele, me 8 deri në 12 marinar që ndajnë të njëjtën kabinë. Hapësira personale reduktohet në një krevat të ngushtë dhe një dollap të vogël. Antarët e ekuipazhit mësojnë të flenë me zhurmës së vazhdueshme të motorëve, goditjeve të akullit në trupin e anijes dhe njoftimeve të interkomit. Anija funksionon pa ndërprerje përmes një sistemi turnesh. Marinarët zakonisht punojnë 4 orë në detyrë dhe më pas kanë 8 orë pushim. Ky cikël vazhdon pa ndërprerje, pavarësisht nga dita apo nata. Gjatë verës në Antarktidë, dielli nuk perëndon për muaj të tërë. Ushqimi dhe gjumi ndodhin vetëm kur lejon orari. Në urën e komandimit, thyrja e akullit kërkon koordinim të saktë. Oficeri i komandës drejton lëvizjen e anijes, ndërsa timonieri rregullon timonin për të drejtuar hundën drejt pikave më të dobta të akullit. Një nga personat më të rëndësishëm në urën e komandimit është piloti i akullit. Ky specialist studion sipërfaqen e akullit dhe lexon ndryshimet e vogla në ngjyrë dhe strukturë. Akulli më i errët shpesh tregon shtresa më të holla, ndërsa çarjet dhe kreshtat tregojnë pika të dobta. Duke drejtuar anijen drejt këtyre dobësive natyrore, piloti i akullit mund të kursejë orë të tëra pune dhe të zvogëlojë stresin mbi trupin e anijes. Drejtimi i anije kaq të madhe kërkon parashikim i reagim të shpejt. Pasi jepet një komand për timonin, mund të duhen deri në 30 sekonda që hunda e anijes të fillojë të kthehet. Çdo vendim duhet të marrë parasysh se çfarë do të ndodhë gjysmë minute më vonë. Një gabim i vetëm në kënd ose kohë mund ta bëjë anijen të rrëshqas anash dhe të bllokohet në akull. Gjatë orëve jashtëturnit, ekuipazhi merret me mirëmbajtje, stërvitje dhe pushim të shkurtër. Argëtimi është i kufizuar, një palestër e vogël, një sallë televizori me filma që shumica i kanë parë tashmë dhe ndonjë lojë me letra. Lidhjet satelitore lejojnë ndonjë email të rastësishëm, por mesazhet nga shtëpia shpesh arrin me javë vonesë. Me kalimin e kohës, izolimi bëhet pjesë e jetës së përditshme, ndërsa anija vazhdon të hap rrugën e saj të ngadalt nëpër oqeanin e ngrirë. Izolimi rritet gradualisht gjatë një misioni të tillë. Pas muajit të tretë, shumë antarë të ekuipazhit funksionojnë pothuajse vetëm përmes rutinës. Ditët fillojnë të ngjajnë me njëra tjetrën, ndërsa anija vazhdon të shtyjë përmes akullit, me të njëjtën zhurmë, të njëjtin të ftohtë dhe të njëjtin cikël të punës dhe pushimit. Por jo çdo ditë kalon qetë. Ndonjëherë një alarm bie në mes të natës dhe gjithë anija ndryshon menjëherë. Në ato momente, rreziku më i madh nuk është akulli jashtë, por zjarri brenda anijes. Trupi çelik i anijes nuk digjet, por pothuajse çdo gjë brenda tij mund të digjet. Në një ndarje të mbyllur, tymi mund të përhapet brenda sekondash dhe temperatura mund të rritet me shpejtësi ekstreme. Gazrat e mbizehur grumbullohen pranë tavanit, derisa temperatura arrin rreth 540 gradë Celsius. Në ato moment, ndodh një fenomen i quajtur flashover, kur pothuajse çdo sipërfaqe në dhomë ndiset njëkohësisht. Në ujërat e Antarktidës nuk ekziston asnjë shërbim zjarfikës që mund të vinë në ndihmë. Nëse ndodh diçka, ekuipazhi duhet ta përballojë vetë situatën. Për këtë arsye, çdo marinar trajtohet në kontrollin e dëmtimeve para se anija të largohet nga porti. Ata mësojnë të luftojnë zjarret, të reagojnë ndaj përmbytjeve, të izolojnë sistemet elektrike dhe të riparojnë tubacionet të dëmtuara. Stërvitjet zhvillohen çdo javë, shpesh pa paralajmërim. Alarmet mund të bien në çdo orë dhe ndarjet e anijes mbushen me tym artificial për të simuluar kushtet reale. Kjo përsëritje
është e qëllimshme, sepse në një emergjencë reagimi duhet të jetë instiktiv. Në pranie ndodhen kabinete të kontrollit të dëmtimeve, ku ruhen pajisjet për situata të tilla. Kostume zjarrfikëse, aparate frymëmarrje, pajisje për mbylljen e tubave dhe tapa druri janë gati për përdorim të menjëhershëm. Pajisjet janë të thjeshta, sepse në një situatë emergjente, kur shikimi është i kufizuar dhe trupi është nën stres, mjetet e thjeshta janë më të besueshme se sistemet e ndërlikuara. Një zjarr në dhomën e motorëve kërkon masa edhe më drastike. Në këto hapësira, anija mund të lëshojë dioksid karboni për të larguar oksigjenin dhe për të shuar zjarrin, pothuajse menjëherë. Sistemi është shumë efektiv, por është gjithashtu vdekjeprurës për çdo që ndodhet ende brenda. Pasi aktivizohet, ka vetëm rreth 1 minutë kohë për të dalë jashtë. Përmbytja është një tjetër rrezik i vazhdueshëm në një anije si kjo. Një çarë në nënvijen e ujit mund të lejojë që uji i detit të hyjë brenda me presion të jashtëzakonshëm. Ai nuk depërton ngadalë, ai futet me forcë si një rrymë e fuqishme. Mbrojtja kryesore kundër këtij rreziku është ndarja në seksione të mbyllura. Dyert hermetike e ndajnë anijen në ndarje të izoluara, duke kufizuar përhapjen e ujit. Kur mbyllen siç duhet, këto dyer mund të përballojnë presione që do të shkatronin një derë të zakonshme. Por mbyllja e tyre mund të nënkuptojë gjithashtu se kushdo që ndodhet ende brenda mbetet i bllokuar. Në një emergjencë serioze, një vendim i tillë duhet të merret menjëherë. Në këtë moment, shqetësimi kryesor është palajmërimi për vulën e boshtit të helikës. Nuk është ende një katastrofë, por nuk mund të injorohet. Inxhinierët kanë vendosur tashmë pompa portative dhe kanë filluar kontrolle çdo 30 minuta. Një ekip zhytësish do të përpiqet të riparojë problemin brenda 12 orësh. Deri atëherë, ekuipazhi monitoron me kujdes çdo tregues. Anija ndalon në një hapësirë mes krishtave të akullit dhe sistemi i shtytjes fiket. Inxhinierët bllokojnë boshtin e helikës me kapëse të rënda për të siguruar që ai nuk mund të rrotullohet në asnjë rrethan. Vetëm atëherë, zhytësit mund të fillojnë përgatitjet. Zhytja në akull është një nga operacionet më të rrezikshme që kryen roja bregdetare. Uji është rreth -2 gradë Celsius dhe mjedisi është jashtëzakonisht i ashpër. Zhytësit veshin kostume të thata, maska të plota me sistem komunikimi dhe doreza të trasha që i mbrojnë nga të ftohtit, por që lejojnë ende të përdorin mjetet. Çdo zhytës është i lidhur me sipërfaqen përmes një litari sigurie. Është lidhja e tyre jetike me anijen. Nëse ky litar humbet, zhytësi mund të tërhiqet nga rrymat në akull pa pothuajse asnjë shans shpëtimi. Akulli shtrihet për rreth 112 kilometra në çdo drejtim dhe fundi i detit ndodhet rreth 460 metra më poshtë. Nuk ka rrugë të shpejtë për t'u larguar dhe asnjë mënyrë reale shpëtimi nëse diçka shkon keq. Pranë tyre ulet një platformë metalike zhytje. Ajo transporton bombula rezervë ajri, drita në ujore, kosha me mjete dhe kompletin e riparimit. Zhytësit nuk mund ta mbajnë gjithë këtë pajisje vetë. Nëse një mjet bie nga duart e tyre, ai zhduket drejt fundit të detit, 100 metra më poshtë. E varur në ujë, platforma jep zhytësve një pikë referimi të qëndrueshme në një midis ku edhe drejtimi mund të bëhet i paqartë. Zona e riparimit ndodhet aty ku boshti rrotullues i helikës kalon përmes trupit të palëvizshëm të anijes. Ky vend duhet të qëndrojë rreshtuar me saktësi, ndërsa struktura përreth përkulet vazhdimisht nga goditjet e akullit. Vula funksionon me një tolerancë shumë të vogël, të matur në fraksione milimetri. Nëse është shumë e ngushtë, fërkimi dëmton sipërfaqen metalike. Nëse është shumë e lirë, uji i detit fillon të depërtojë brenda. Goditjet e akullit mund ta zhvendosin këtë rreshtim vetëm pak milimetra, por kjo mjafton për të shkaktuar problemin. Me boshtin e bllokuar plotësisht, zhytësit afrohen dhe vendosin një kapës së riparimi kompozite me një guarniacion fleksibël. Gjithçka varet nga vendosja e saktë. Shtrëngimi i tepërt i bulonave mund ta përkeqësojë rrjedhjen. Shtrëngimi i pamjaftueshëm nuk e mban peçin në vend.
Duke punuar kryesisht me ndjesinë e duarve, me gishta që mpihen nga të ftohtit dhe me komunikime të shkurtra me sipërfaqen. Ata shtrëngojnë bulonat në një rend të caktuar për të shpërndar presionin në mënyrë të barabartë. Lart në anije, instrumentet fillojnë të reagojnë se sasia e ujit që hyn brenda po zvoglohet. Riparimi është i përkohshëm. Ai mund të zgjasë rreth 200 orë, por kjo duhet të jetë e mjaftueshme për të përfunduar kanalin në akull, për të shoqëruar cisternën dhe për të arritur në ujë të hapur ku mund të bëhet një riparim i plot. Megjithatë, misioni i anijes nuk vizohet vetëm në shoqërimin e cisternave. Ajo shërben gjithashtu si një platformë për kërkime shkencore. Në bord ndodhen 5 laborator që mbështesin oqeanograf, shkencëtar të klimës dhe biolog që punojnë në zona ku pak anije të tjera mund të arrijnë. Përmes vrimave të hapura në akull, vinxhat ulin instrument të kërkimi në ujë. Një nga më të rëndësishmit është roseta CTD, një strukturë rreth 1.8 metra e lartë me shishe monstrash të vendosura rreth një pakete sensorësh qendror. CTD do të thotë përquajshmëri, temperaturë dhe thellësi. Ndërsa instrumenti zbret në ujë, teknikët shikojnë të dhënat në kohë reale, që tregojnë ndryshimet e temperaturës dhe krypësisë në shtresat e ujit. Këto matje zbulojnë se si ndërveprojnë shtresat e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë, si qëndron uji i freskët nga akullnaja mbi ujin më të dendur të kripur, dhe si rrymat oqeanike shpërndajnë nxehtësinë rreth Antarktidës. Një zhytje vetëm me këtij instrumenti mund të zbulojë modele që do të kërkonin muaj të tërë për të kuptuar vetëm me satelit. Bërthamat e akullit tregojnë një histori edhe më të gjatë. Shkencëtarët shpojnë thellë në shtresat e ngrira dhe nxjerrin cilindër akulli që përbajnë fluska ajri të lashta, të bllokuara që nga momenti kur bora u ngjesh dhe u ngri. Këto fluska ruajnë përqindjet e oksigjenit, dioksidin e karbonit, metanin dhe grimca mikroskopike nga atmosferat e së kaluarës. Disa bërthama akulli nga Antarktida përmbajnë ajër që daton 800.000 vjet më parë, shumë kohë përpara se të ekzistonin njerëzit modern. Në këtë mënyrë, akulli ruan një arkiv të historisë klimatike të tokës. Të bësh shkencë në këtë mjedis është jashtëzakonisht e vështirë. Instrumentet tronditen nga goditjet e akullit. Elektronika stresohet nga ndryshimet e temperaturës dhe lagështia, ndryshon çdo herë që hapen dhe mbyllen kapakët. Një monster mund të humbas nëse ngrirësi humbet energjinë ose nëse temperatura del jashtë kufive të sigurt. Për këtë arsye, studiuesit përdorin sisteme izolimi, kabinete me kontroll klimatik dhe matje të dyfishta për të siguruar saktësinë e të dhënave. Megjithatë, sapo kanali në akull hapet, misioni kryesor kthehet te logjistika. Një cistern që transporton rreth 90 milion litra naftë dizel për sinjalin për të hyrë. Në stacionin McMurdo, ekipet kanë kaluar javë të tëra duke u përgatitur. Stacioni ndodhet mbi shkëmb vulkanik, por pika e shkarkimit është një dok akulli, i ndërtuar nga shtresa ujë detit të ngrirë. Ai është mjaftueshëm i fortë për të mbajtur ngarkesat të rënda dhe rindërtohet çdo vit nga natyra dhe nga njerëzit. Kur cisterna arrin, tubat e karburantit lidhin anijen me depozitat në tokë. Nafta fillon të rrjedhë me rreth 1900 litra në minutë, një transferim që zgjat pothuajse 2 ditë. Në të njëjtën kohë, vinxhat shkarkojnë kontenjer me ushqime, pajisje shkencore, materiale ndërtimi, furnizime mjekësore dhe pjesë rezervë. Gjatë gjithë operacionit, akullthyesja qëndron pranë dhe monitoron kanalin. Akulli i detit është gjithmonë në lëvizje, i shtyrë nga rrymat dhe era. Një rrugë që është e hapur sot mund të fillojë të mbyllet nesër. Pas rreth 72 orësh, operacioni përfundon. Rreth 7.5 milion litra naftë dizel tani ndodhen në rezervuaret e McMurdos, të mjaftueshme për të ngrohur ndërtesat, për të furnizuar gjeneratorët dhe për të mbajtur automjetet në funksion për një vit të tërë. Cisterna largohet ngadalë nga doku i akullit dhe fillon udhëtimin e kthimit. Akullthyesja e shoqëron deri në skajin e raftit të akullit, pastaj kthehet drejt veriut dhe vazhdon rrugën e saj nëpër oqeanin jugor. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në këtë kanal
duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.